Lavdi, ju falenderoj. Jam i nderuar që në 25 vjetorin e rënjes Tahir Sinanit, si kryeministri i Republikës Kosovës, sot të jem nikoqir në Akademinë përkujtimore kushtuar General Sinanit, luftëtarit të paepur të lirisë. Aq më tepër që kjo është akademia e parë përkujtimore për Tahir Sinanin, organizuar nga institucionet qendrore të shtetit tonë, përkatësisht nga Qeveria e Republikës Kosovës. Kur po e planifikonim këtë akademi, duke lexuar e shpjetuar jetëshkrimet e shumta për Tahir Sinanin, vërejtja një bivendosje të ngjarjeve dhe një përputhje rastësore me një datë të veçantë, mbi datën 29 korrik. Në këtë datë, pra me 29 korrik të vitit 2001, Tahir Sinani vdiq teksa bashkë me luftëtarë të tjerë të ushtrisë shqiptare kombëtare, po angazhoheshin në luftën për pozitën politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Vdekja e Tahir Sinanit ishte pra pikërisht me 29 korrik, dhe kjo i jep kuptimsim edhe simbolik gjithë betejave të tij me shok për çlirim dhe bashkim të shqiptarëve. Kjo me që pikërisht me 29 korrik, por të vitit 1913, pra afërsisht 9 dekada më herët, në kryeqytetin e Mbretërisë së Bashkuar në Londër, ambasadorët atë botë të Gjermanisë, Austro-Hungarisë, Francës, Italisë dhe Rusisë, të mbledhur në konferencën e paqes në Londër nga ministri i jashtëm britanik Sir Edward Grey, e njohën principatën e Shqipërisë si një shtet sovran. Por ky shtet sovran, që do ta kishte formatin e një mbretërie të trashëguar, parashihej të ishte shumë më i ndryshëm nga Shqipëria që e kishin pasur në mendje delegatët në Kuvendin e Vlorës, kur e shpallën atë të pavarur me 28 nëntor 1912. Kjo sepse Shqipëria që u dizajnua në konferencën e ambasadorëve në Londër, duke u njohur si sovrane me 29 korrik të vitit 1913, saktësisht 113 vite më parë, përfshinte brenda territorit të saj vetëm 1/3 e territoreve që banoheshin me shumicë dërmuese nga banorë shqiptarë. I tërë vilajeti i Kosovës dhe teritorit të tëra të vilajetit të Shkodrës, vilajetit të Manastirit dhe vilajetit të Janinës, pasi u bën sheshe luftimesh, fillimisht gjatë luftës së dytë ballkanike, më pastaj edhe në luftën e parë botërore, mbetën jashtë territorit politik të Shqipërisë, duke u bërë pjesë e malit zi të mbretërisë së Serbisë, gjithsesi Jugosllavisë dhe të Greqisë. Pikërisht me 29 korrik 1913, me vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër, zë fill një nga nyjet më të forta dhe vështirë të zgjidhshme të fatit politik të shqiptarëve gjatë gjithë shekullit 20 e deri më sot. Shqiptarët e mbetur jashtë Shqipërisë luftuan për dekade të tëra për të çliruar dhe bashkuar me shtetin e Shqipërisë në një përpjekje që paraqet thelbin e çështjes kombëtare shqiptare. Në aktet kulminante të këtyre luftrave, në fund të shekullit kaluar dhe në fillim të këtij shekulli, shfaqet ndër beteja një nga luftëtarët më të spikatët të kësaj çështje, Tahir Sinani. Me origjinë nga rrethi i Tropojës, Tahir Sinani mori formim prej ushtaraku profesionist, pa e ditur as vetë që ishte duke u përgatitur për disa nga betejat më të lavdishme që do t'i bënin shqiptarët në historinë e tyre moderne. Kur lufta në Kosovë ishte bërë realitet dhe kishte nevojë për të gjithë dhe secilin, Tahir Sinani u angazhua ta kryente detyrën e tij patriotike dhe profesionale. Mobilizimi i Tahir Sinanit në ushtrinë shqiptare të Kosovës që më 1998 nuk ja shtoi UÇK-s thjesht një luftëtar më shumë, por ja solli asaj një nga oficerët më të dobishëm që aftësitë e tij profesionale u apërcolli qindra ushtarëve të tjerë, para se të përfshihej edhe vetë ai në zemër të luftës. Por pavarësisht kësaj, ai refuzoi të mbivendosej zinxhirit komandues të ushtarëve që i kishte trajnuar vetë, duke këmbgulur që fillimisht ta kalonte një sprovë personale,
përballjen e parë me forcat armike serbe. Dhe mu kështu edhe ndodhi. Vite më pas, kur Tahir Sinani nuk do të ishte më i gjallë mes bashkëluftarëve, njëri prej tyre, Recep Selimi, i mirënjohur edhe për kreativitetin e tij të shumandshëm artistik, do ta përkthente këtë akt të Tahir Sinanit në një poezi që do të komponohej në një këngë e që natyrshëm e kemi përfshirë edhe sot në këtë akademi. Angazhimin e tij në luftën e Kosovës, Tahir Sinani e përmbylli duke qenë në detyrën e komandantit të zonës operative të Pashtrikut, teksa në ditët e çlirimit të Kosovës ai hyri triumfalisht në Prizren në krye të ushtarëve të tij. Por vetëm pak kohë pas çlirimit të Kosovës, në luginën e Preshevës, shpërtheu një kryengritje e drejtuar nga ushtria çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, e sapo formuar me pjesëmarrje edhe nga veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me qëllim çlirimin dhe bashkimin e këtyre tri komunave me Kosovën. Tahir Sinani u bashkua luftimeve edhe në Preshevë, duke e përcjell përvojën e tij të freskët nga lufta çlirimtare e Kosovës. Ai besonte thellësisht që çlirimi i Kosovës nga Serbia nuk mund të ishte fundi dhe as trofeu më i lartë i luftës çlirimtare kombëtare. Andaj nga ushtria çlirimtare e Kosovës ajo vazhdoi luftën te ushtria çlirimtare kombëtare në Maqedoni në vitin 2001. Kjo ishte edhe lufta e fundit e general Tahir Sinanit, pasi fatkeqësisht ai vdiq teksa po përgatiste mina terreni me 29 korrik 2001, së bashku me 4 bashkëluftarë të tjerë. Tahir Sinani la pas bashkëshortin 2 vajza dhe një djalë, që sot janë bashkë me ne në këtë akademi përkujtimore, me gjithë krenarin që ata mbartin për bashkëshortin dhe babajin e tyre. Gjithashtu mes nesh sot janë edhe shumë nga shokët e bashkëluftarët e Tahir Sinanit, andaj besoj se në këtë akademi përkujtimore do ta kemi edhe një mundësi të mirë takimi e njohjeje për ta nderuar e kujtuar Tahir Sinanin dhe për të ndarë me ne kujtimet tuaja për të. Lavdi veprës patriotike dhe luftës çlirimtare të Tahir Sinanit mes luftarëve të lirisë Kosovës. Është kënaqësi të kemi prezencën tuaj në këtë përvjetor përkujtimor, ku me nderim e krenari kujtojmë 25 vjetorin e rënies së komandant Tahir Sinanit. Prania juaj është dëshmi e respektit dhe mirënjohjes për veprën sakrificën e tij në shërbim të lirisë kombit. Kur babai i mori rrugën drejt pavdekësisë, ishim shumë të vegjël për ta kuptuar madhështinë e sakrificës së tij. Por me kalimin e viteve, teksa u rritëm mësuam çdo ditë më shumë peshën, vlerën dhe kuptimin e atij rrugtimi. Kuptuam se ai nuk na la pas pasuri materiale, por na la pas trashëgiminë më të çmuar që mund t'i lërë një prind fëmijëve të tij. Krenarin, emrin e pastër, nderin dhe respektin. Këto janë pasuritë që do t'i mbajmë me dinjitet dhe do t'u përcjellim brezave që vijnë. Ëndra dhe ideali dëshmorëve është rruga e larë me gjak, e shtruar me mund, sakrificë dhe vetmohim. Është rruga që na obligon të ecim deri në fund, pa u ndalur e pa u lëkundur, deri në realizimin e amanetit tyre më të madh, bashkimin shpirtëror, kombëtar dhe historik të çdo treve shqiptare. Vetëm atëherë sakrifica e tyre do të marrë kuptimin e plot dhe gjaku i derdhur për liri do të kthehet në dritë për brezat në radhë. Tahir Sinani ishte hero i ndryshëm nga të tjerët dhe ishte më i veçanti që mund të krahasohet me herot epik të kombit tonë. Ishte hero i 3 luftave çlirimtare. Tahir Sinani lindi në fshatin Gri të Tropojës së Vjetër, tani Berancuri i Ri. Shkollën e mesme e kreu drejtimin e bujqësisë në Tropojë, pastaj vazhdoi në Zallher në ngritjen e tij akademike, profesionale për të ushtruar edhe vetveten në shkollën speciale të ushtrisë shqiptare të asaj kohës, që përgatisnin një lloj kategorie të marincave shqiptare në ushtrinë shqiptare. Aty Tahir Sinani e merr titullin instruktor i trajnimeve. Dhe si i tillë, ai jetonte mirë dhe në qetësi
përtej kufirit e Kosovës në Shqipërinë e qetë, ku nuk ishte luftë, ishte rahat me familjen e vetë dhe i kënaqur. Mirë po, ai ishte gjenetikisht stërnip i mitë Sokolit dhe ishte gjak shqiptari. Si që thështë edhe vetë, une nuk munda të rritë të bëj se hire e të vriteshin vllazërit e mi në Kosovë. U përpoq të takoj njerëz në për qendrat e trajnime në veri të Shqipërisë dhe ra në kontakt me qendrën e furnizimeve të UÇK-s dhe me komandantin e përgjithshëm Azem Sylla. Aty more instruksione dhe urdhrin për të hyrë në Kosovë. Në Kosovë hyri me një grup jo të madh shumë të ushtarëve që t'i krijojnë një perimetër të sigurisë, po ai sigurinë e kishte në zemër dhe në shpirt, pasi kishte automatikun në dorë. Hyri me Rushdi Kryeziun dhe disa shokë të tjerë me përvojë lufte. Unë po ta fat të takoj po atë ditë në Pagarush në odën e Rushdi Kryeziut. Unë njohëm me zveti, aty kishte dikun 20 luftetarë dhe pysh se bie në sy, për herë të parë shifsha, nga me tha jem nga fshati i gri i Tropojës. Desha ta kuptoj ma drejt, a ishte për më gjatë, a ishte ardhur për luftën, apo ka pru ndonjë armë do të kthehet prapë. Thash deri kur do të jesh ti me ne në Kosovë? Tha desa të vdes ose s'lirohet Kosova. Nuk ishte shprehje ma fuqishme. Unë ngrita. Unë ngrita dhe përqafova, u morëm lujkë për zdyt. Tha unë për të thamë basë, sa këta për të thëjnë komandantë, nuk di kush je, derisa ta mësoj kush je ti. Thash edhe unë me knasësi e prenoj se të ishte 9 vite diferencë ma i ri se unë.